Ju përshëndes të nderuar shikues, si gjithnjë ne takohemi çdo të shtunë në Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Ai është 33 vjeçar. Është i diplomuar për biologji në Universitetin Ismail Qemali, ndërkohë që prej më shumë se një dekadë ai ushtrohet si valltar profesionist në Vlorë. Tashmë mund të them dhe diçka tjetër. Pothuajse ish bashkangjitur dhe është si identiteti i tij performanca e valles së Osman Takës. Dhe vetëm kaq mjafton që ju ta zbuloni vetë emrin. Ai është Puen Bajrami. Puen, mirë se erdhe. Mirë se vjeta, shumë faleminderit që jam përsëri pranë teje në një intervistë dedikuar një profesioni magjik siç është arti, të vlerësoj dhe të falenderoj edhe një herë për vëmendjen që jep kësaj fushë. Faleminderit shumë. Atëre, Puen, përpara se ne të flasim për vallen, për valltarin, kush është Pueni jashtë valles? Ma përshkruaj me disa fjalë veten. Pueni jashtë valles është një krye familjar me një familje të vogël, po dhe aq shumë të madhe. Bashorti një gruaje, babai 2 vajzave dhe përveç pjesës së profesionit mund të them se një nga njerëzit më të lumtur në botë për familjen, kështu që një njeri kompletuar me një familje të shkëlqyer si jam. Është shumë bukur kur dëgjon fjalë të tilla, kaq të bukura. Është familja, absolutisht, që është baza dhe e shoqërisë dhe atë dheut. Sa më e shëndosh të jetë familja, aq më i shëndosh është dhe atë dheu që jo gjithmonë është mirë, ndihet mirë. Puen, nëse flasim për vallen, shkojmë pak në retrospektiv. Cili ka qenë ai momenti i parë që ti kuptove se ti kërcen? Atëre, unë kam thënë shpesh këtë gjë, që puna e kërcimit lindi si një lojë fëmijësh. Asaj kohe nga marrë historikisht një djalë im i dobët edhe familjarët e mi nuk donin që unë të futesha në këto sportet karakteristike tjera me futboll apo volejboll apo basketboll, dhe menduan që duke bashkëlitur dhe me strukturën time një djalë të dobët të imët, mund të më shkonte kërcimi, dhe pa dashur e gjeta veten në një kurs kërcimi. Sa vjeç ishe? Kam qenë shumë i vogël, diku te 7 vjeç kam qenë që marr pjesë për herë të parë, por ajo që mua më shtyu më shumë duke qenë se origjina jon çame e bën edhe pak më të rëndësishme tabanin e folklorit çam. Dhe ndërkohë që ngjitesha në shkallët e Pallatit të Kulturës, dëgjoj një tingull muzike çame, edhe familjarët e mi nuk hezituan edhe menjëherë më regjistruan në një ansambël çam. Dhe asaj kohe unë isha pjesë e atij ansambli si më i vogël i trupës. U regjistrove, ishte ansambli çam? Atëherë, jo ansambli valleve në Vlorë? Jo, në Pallatin e Kulturës? Ansambli çam që bënte prova paralelisht. Ndjej dhe përfitoj nga rasti që të falenderoj edhe asaj kohe trupën që më mbante dhe më mbështeste për pjesën e valleve, sepse me ndihmën e të gjithëve unë heca përpara, por që pas ansambli Çamëria, për shkak të një tragjedie të vogël që drejtuesi i atij ansambli ndroi, unë bëra pjesë e trupës ansamblit Labëria Vlorë në drejtimin e koreografit të mirënjohur Guri Gjeçin, të cilin gjej rasti ta përshëndes, që vërtet ajo shtylla që unë jam mbështetur gjithmonë dhe kam marrë ato leksionet e para të valles. Më pas, në drejtime të ndryshme, deri në këtë pikë jam sot që kam një grup dhe drejtoj vetë të grup moshave të ndryshme, ku përpiqem që të ruaj një folklor shqiptar në tërësi, duke i dhënë leksione nga të gjitha treva shqiptare, por dhe mbi të gjitha bazën Vlorën dhe sidomos krahinën time. Krahinën e Çamërisë, po. Ndërkohë që prapë jemi tek fillimet, të kujtohet cili ishte momenti i parë, pas provave, pas që ti dole në skenë? Sigurisht, kam kërcyer për herë të parë në teatrin Skampa, në Elbasan, ajo ka qenë skena ime e parë në fillimet. Më pas vijoheshin koncertet e hapjes së sezonit turistik. Normalisht në moshën që kisha
hapësira ime skenike ishte minimale, nuk është se ishte një djalë i vogël. Ishte i vogël edhe trupa ishte e madhe dhe detyrimisht kishte një hapësirë minimale në skenë, por që për mua si ajo ditë edhe deri më sot të ngjites në skenë është një emocion më vete. Kështu që gjithmonë është herë e parë për mua kur ngjitem në skenë. Sot në këtë stad ku ju jeni, mendon është pyetja që të bren ose që ja bën shpesh vetes, a ja vlejti gjithë kjo sakrificë që ti, domethënë peripecitë që ke kaluar, lodhja që ke kaluar, a ja vleu? Sigurisht, ja vlen nëse ti bën atë që do, nëse e ndjen veten mirë në atë që bën, nëse ti ngrihesh në mëngjes dhe shkon në punë apo shkon në një aktivitet me një dëshirë. Ne na ushqejnë duart rokitjet, gjë që ne nuk na ka munguar asnjëherë, dhe kjo është ai ushqimi për mua, motivimi kryesor, të cilin unë e mbaj dhe sot dhe ajo është që më bën të ecim më përpara. Kështu që në jetë unë kam bërë dhe punëra të tjera, të ndryshme, të profesioneve të ndryshme, qoftë të mira, qoftë pak më të vështira. Kam punuar bojaxhi, kam punuar kamarier, kam punuar menaxher, kam punuar përgjegjës kompanie, kam qenë inspektor edhe për shkak të arsimimit tim në shtet, por në asnjërin prej tyre nuk e kam gjetur veten. Dhe paralelisht me të gjitha profesionet e tjera që unë kam bërë, që nga fëmijëria e deri më tani, kam gjetur gjithmonë ngrohtësinë këtu ku jam sot dhe kam zgjedhur që kjo të jetë vazhdimësia e gjithë karrierës time. Po, je diplomuar për biologji në Universitetin Ismail Qemali, ndërkohë që ishe i përfshirë tek vallja, e kishe pasionin, e kishe marrë dhe rrugën e vallës. Pse kjo zgjedhje? Kush fitoi? Vallja. Vallja, që është? Që është dashuri, që është zemra. Është emocion shpirtëror. Ajo ishte arsyeja. Shiko, të them të vërtetën, diplomimi në biologji ishte më shumë një shtys familja që shko, okay, të talentin e ke, po bëj edhe një shkollë. Bëj edhe një shkollë taker se nuk i dihet. Unë ja kam marrë frytet e arsimit, sepse siç e theksova që unë kam bërë edhe një punë shteti për atë diplomimin tim dhe arsimimin tim në shkollë, por që u fik shumë shpejt ajo energjia, ajo dëshira, ajo punë. Ndërsa kjo të frymëzon sepse asnjëherë nuk ka një limit ose nuk ka një fund që unë e realizova dhe këtë dhe s'pas ka më tej. Kërcimi, vallja, koreografia, ndoshta koreografia është fjala akoma më e madhe, po vallja asnjëherë nuk kanë limite, asnjëherë nuk kanë një kufi që thuaj unë e kalova dhe mjafton. Frymëzimi dhe motivimi i madh janë njerëzit, janë duhet rokitjet, është emocioni i skenës, është gjithmonë herë e parë për ne kur dalim në skenë dhe ato janë gjithmonë që e bëjnë akoma dhe më interesante, akoma që ta duash dhe më shumë veten dhe punën. Është një dëshirë e refuzuar që refuzon vetë një pjesëmarrje në institucione shtetërore, qoftë si një mësimdhënës keni mbaruar për një deg mësuesie apo dhe në institucione të tjera. Është një dëshirë që ti e refuzon vetë, apo është një moment që është vështirë sot punësimi në Shqipëri? Janë të gjitha nga pak. E nisme është vështirë punësimi në Shqipëri dhe përfundoj me një neglizhencë time, sepse unë duhet të jetoj dhe të vazhdoj përpara. Unë mësimdhënien e kam pasion sepse edhe kjo është një pjesë mësimdhënie. Momentalisht nuk kam në një studio private të cilën mundohem që të gjithë brezat e menaxhon e administron. Dhe tu mësoj dhe tu jap ato leksionet e duhura për sa i përket vallës, duke e ushtruar dhe duke. Kështu që dashur pa dashur dhe kjo është një mësimdhënie. Por që neglizhenca ka ardhur si pasojë e vështirësisë në Shqipëri për të gjetur hapësira pune, le të themi. Kështu që janë të lidhura ato. Janë të lidhura me njëra tjetrën. Jemi 13 vite, thash mbi një dekadë që ju ushtroheni si valltar profesionist. Çfarë të kanë mësuar këto vite? Çdo të thotë, cila është eksperienca
je ndeshur me situata relativisht pozitive apo dhe me problematika? Si çdo punë, dhe kjo ka ato problematikat e veta, është e vërtet që herë vinë dhe mendon shko, okay, ka ardhur koha që të heq dhe ndonjëherë dorë, po ajo dëshira nuk më ka, egua nuk më ka lënë që ta lë më njanë, por vështirësi ka gjithmonë. Vështirësi ka gjithmonë. Bashkëpunimi është shumë i vështirë, një nga gjërat më kryesore. Flas bashkëpunimi me instancat, me institucionet që janë kompetente për artin dhe për kulturën, sidomos në qytetin tonë. Si një kritik i mirë dhe i vazhdueshëm i këtyre gjërave më bën ta them me gojën plot që është një bashkëpunim shumë minimal midis një njeriu, besoj me një eksperiencë kaq të madhe, dhe me institucionet të cilat kanë në dorë këtë gjë. Personalisht, bashkë me grupin, bashkëpunimi me institucione të tilla është shumë minimal dhe kjo e ka dobësuar dhe pak interesin e të rinjve në pjesëmarrje. Kështu që këto janë vështirësitë, të paktën se pjesa tjetër është një pjesë private dhe nuk po e quaj vështirësi. Dhe ke mbetur te artisti. Dhe ka mbetur këtu. Po. Përpara se të ngjitesh në skenë, unë pak a shumë e njoh dhe emocionin e një djali apo vajze që reciton në skenë. Njoh pak edhe këngëtarin, nuk e njoh valltarin. Cilat janë emocionet e një valltari përpara se ai të ngjitet në skenë? Valltari e ka një nga punët më të vështira, sepse atë që dëgjojnë muzikën, ata duhet ta sjellin me lëvizje. Ai emocioni që merr nga muzika duhet ta marrësh dhe duke e parë me lëvizje. Kur ngjitet në skenë, nuk janë vetëm emocionet e skenës, janë emocionet e kamerës, janë emocionet të njerëzve që i kanë të gjithë sy e vesh tek ty, se çfarë për të bësh. Kështu që më besosh një miks emocionesh të ndërthura midis një këngëtari, midis një recituesi në skenë, por që valltari i ka të gjitha bashkë, sepse duhet të lidhi energjinë me emocionin. Një valltar nëse nuk emocionohet vetë ndërkohë që kërcen, nuk arrin kurrë ta sjellë emocionin tek publiku. Kështu që emocionet kam idenë që janë në vijshmëri, sa herë që del në skenë, sa herë që performon. Apo jo. Megjithatë, ka poeni një moment kështu sfidues që është përfshirë nga emocionet. Shiko, ndoshta jo i imi, por që kur shikon që një njeri shumë i afërt i jot i bën atë që ti ke menduar se do e realizojë një ditë që ta bënte, e kam fjalën për vajzën, është ngjitur për herë të parë në skenë, ajo është sot 4 vjeçe dhe për herë të parë në skenë është ngjitur 3 vjeçe. 3 vjeç. Ka qenë dita e verës në Elbasan. Ne kemi pas një ftesë nga Bashkia Elbasan për të festuar ditën e verës, gjë tradicionale për atë qytet. Dhe unë zgjodha që të ishte pjesë edhe vajza ime për figurante. Do me thënë, për të veshur një kostum popullor, edhe thjesht për të ndjerë pak ato emocionet. Por që ka mbushur syt me lot dhe nuk e prisja në fakt që ajo të kërcente. I vura një vajzë pak më të rritur se ajo afër që të orientonte dhe në një moment në skenë ajo e shtyn sepse e dinte që ajo ishte roli i saj dhe e ka realizuar të gjithë performancën në mënyrë të shkëlqyer. Me ato gabimet fëminore, por që për mua ishte një mrekulli në skenë dhe ai mund ta theksoj që ka qenë një nga emocionet e para të mijat si drejtues, si princ, si valltar, si të gjithë, ai ka qenë emocioni i parë. Të themi që ky ka qenë dhe loti i parë, ti vetë ke lotuar në momente emocionale kur ti ke qenë protagonist, apo jo? Shiko, nuk mund t'i krahasoj si emocione këto, por që më besoj që ka qenë një nga emocionet të cilat mua mi ka sheshuar gjitha këto të tjera dhe nëse më bën këtë pyetje të parën që më vjen në mendje është kjo. Kështu që pjesa tjetër për mua duhet futem në një mjergull. Nuk thon kot lidhja e fuqishme e babait me vajzën.
Edhe për më tepër, kur ajo merr atë që babai e ka pikën e tij më fortë. E ka dëshiruar, është shumë e bukur, shumë e bukur. Ndërkohë, më përmendë shpesh gjatë kësaj bisede shumë shkurt, ti e ke përmendur 2 herë qytetin e Elbasanit. Merr pjesë në aktivitetin e qytetit e Elbasanit. Po në Vlorë. Jo vetëm në Elbasan. Se më the Bashkia e Elbasanit, po Bashkia e Vlorës. Po më duan, ç'të bëj tani? Ata kanë një dashamirësi shumë të madhe për artin. Dhe në Elbasan janë shumë grupe që organizohen si puna ime, por kanë një harmoni si qytet, jo vetëm ata. Se kam idenë që popullat çame kemi më shumë në Vlorë apo jo? Patjetër. Por nuk është se është vetëm si popullat çame apo më ftojnë si çam, më ftojnë si pueni, si një drejtues, si një grupi të mirë. Ne me grupin e fëmijëve dhe me grupin e të rritërve, kudo që kemi vajtur, kemi fituar çmime të para. Nuk theksoj vetëm Elbasanin, theksoj Pukën, theksoj Shkodrën, theksoj Tiranën, Durrësin, pak Fieri dhe Lushnja, por që këto janë qytete të cilat unë i kam ftesa të vazhdueshme për grupin. Emri i mirë që kemi bërë në këto lloj aktivitetesh në qytete, ta kam bërë që ata ta kenë këto kontaktet na ftojnë. Ne kemi fituar çmimet para kudo që kemi vajtur. Në Pukë, në Shkodër, në Tiranë, në Durrës, në konkurset e fëmijëve, ne kemi zënë maksimumi çmimin e dytë, por që gjithmonë kemi qenë në podium. Dhe këtë gjë ata e kanë vlerësuar punën, jo vetëm mua, por punën e kanë vlerësuar. Nuk flas dot për Vlorën sepse ne jetojmë të dy në një qytet të tillë dhe ja ku jemi ta garantoj që shumë pak më ke parë me kostume popullore në Vlorë. Po prandaj do e thash. Gjithsesi, nga kjo që po themi tani, shpresoj që të na dëgjoj Bashkia e Vlorës dhe të ngacmohet pak, sepse kemi ansamble të tilla kaq të bukura, kaq të këndshme dhe i kemi, i lëm në heshtje, i largojmë. Pa dashje. Duhet lobuar sepse nuk besoj se bëhet gjë e qëllimshme. Është një trashëgimi shumë e madhe. Është e pasur. Vlora ka një kulturë shumë të madhe. Kur them ka një kulturë shumë të madhe, ka një miks kulturash. Ka labërinë, ka çamërinë, ka polifoninë, një perlë, nuk ka gjë më të bukur se sa polifonia. Vallja çame është një mrekulli, vallja labe është patjetër një mrekulli. Janë asetet të kulturës sonë kombëtare. Dhe duhen mbajtur, duhen trajtuar, duhen vlerësuar, duhen lobuar që edhe brezat që vinë, ne i kemi parë, jemi në kontakt të përditshëm me ta. Brezat e rinj nuk e kanë fare mendjen të kjo gjë. Zero. Një interes shumë i ulët. Dhe kjo gjë duhet lobuar, duhet kërkuar, duhet thënë, duhet ftuar, duhet bërë një projekt, duke bërë një grup pune të ndiqen që në gjimnaze, që në shkolla, tu edukohet. Që të përcillen traditat. Që tu injektohet dëshira për të vazhduar. Jo vetëm si profesion, jo vetëm si një kalim kohe e mirë dhe e bukur të merresh me art, por edhe si punë. Ja ku është një shembull që këtë pasionin dhe këtë zanatin e kam kthyer në punë. Familja ime mbahet kjo punë, kështu që është një shembull shumë i mirë. Nuk është e thjeshtë që nuk është e lehtë që ta vazhdosh, por që është një mundësi shumë e mirë. Nuk është vetëm grupi Puenit, janë shumë grupe të tjera në qytetin e Vlorës. Nuk po them vinë tek unë, por që kjo gjë, kjo formulë duhet të jetë e shtrirë në gjithë qytetin, të mos te një grup te një tjetër ai të angazhohet dhe patjetër jep një frymë tjetër rinis qytetit. Kështu që shumë e rëndësishme. Puen Bajrami je një djalë çam. Sa e rëndësishme është kjo për identitetin tënd artistik? Më shumë se sa për identitetin tim artistik, është shumë e rëndësishme për krahinë e Çamërisë, e cila ka një folklor të jashtëzakonshëm, të cilët nëse nuk mbahet nga ne bie dhe kjo gjë një djali çam nuk i intereson dhe nuk i pëlqen. Jam përpjekur që ta kem folklorin çam dhe ta trashëgoj atë jo vetëm tek studioja ime, por edhe në publik. Patjetër që përveç valleve labe, përveç valleve vlorënjate, ne jemi munduar që midis tyre ne të kemi edhe krahinë e Çamërisë pa e lënë asnjëherë më njan. Kështu që më shumë se sa si djalë çam, unë jam edukuar që ta mbaj gjallë krahinën, ta mbaj gjallë folklorin çam,
si një amanet nga gjyshirit. Të gjë e kam sjellë edhe te fëmijët e mi dhe të vazhdoj ta sjell edhe në brezat të tjerë të cilët do të jenë në kontakt me mua artistikisht. Që do të thotë është edhe më shumë përgjegjësi të qenë çam, themi që është plag, është krenari, është dashuri, por është dhe përgjegjësi. Dhe këtu në fund ti qëndrove pikërisht te kjo përgjegjësia, pra edhe për ta përcjell këtë ndjesi. Dhe është shumë e bukur. Dhe le të qëndrojmë pak tek vizita e Puen Bajramit në Çamëri, për herë të parë. Apo jo? Po, patjetër. E kam vizituar Çamërin, një pjesë të mirë të fshatrave, më shumë për të prekur dhe pak nga afër, për të ndjerë atë emocionin e Cili ishte vendi i gjyshërve të tu? Mazreku. Mazreku? Po, në Çamëri, që quhet Mazrek, ndërsa Gurza është nga ana e nënës. Shiko, ne flasim, është një krenari e trashëguar kjo gjë, por që ajo impakti i fjalëve të gjyshit, që shiko se shtëpia, ajo genocidi, të gjitha këto gjëra lidhen zëri me figurën, kur shikon një ambient aq të bukur, të shkretuar dhe patjetër që ndihesh pak keq, por që ne nuk e kemi përjetuar atë gjë. Detyra jonë është që unë nuk është se kam vajtur vetëm Çamëri, por kam çuar dhe vajzën atje. Dhe kam thënë që ky është një vend i gjyshit të babit. Dhe shumë e bukur, nuk ka vajtë dhe bajsa. Patjetër. Ke vajtur me familje. Familjarisht, patjetër. Ky është ajo që ne është përgjegjësia dhe detyrimi moral që ne kemi ndaj të parëve tanë, që mos ta lëmë në heshtje këtë gjë. Ta lobojmë, ta mbajmë gjallë, kështu që ajo që unë kam në dorë sot është arti dhe kultura, dhe unë bëj çmos që ajo mos të bjerë asnjëherë të jetë gjithmonë në piedestal, të jetë gjithmonë aty lart, aty ku ajo meriton. Kështu që do përpiqem shumë që këtë gjë ta kem gjithmonë. Dhe kur kërcen, flet dhe për ata që s'kan pasur zë. Sigurisht. Për të gjitha krahinat. Edhe është shumë e bukur. Dhe shkojmë pak tek Valli Osman Takës. Unë them që është kthyer në identitetin tënd artistik, kjo valle. Kur për herë të parë tentove se është e vështirë? Dhe të shikojmë pak, do ta trashëgoj dikush tjetër apo do mbetet e ty në Vlorë? Për fat të madh, timin kam pasur kënaqësinë deri të takoj dhe të prek nga afër emocionet e të madhit Tayyip Medani, i cili ka qenë kolifej kësaj valle. Një pjesë e madhe çamëve thonë që ti je pasardh si denj i tij për mënyrën se si e përcjell vallen. Për vetë faktin e historisë së kësaj valle, që është kaq e famshme, kaq e ndritur si valle, leksionet e mia ndaj një kërcimtari si ai kanë qenë shumë të vyera dhe unë jam munduar që të mbaj atë originalitetin e valles. Personalisht, çfarë përfaqëson të kërcesh këtë valle? Personalisht për ty? Është privilegj, është krenari, është dhe një peshë shumë e madhe në supe, sepse çdo herë ti duhet sjellësh të njëjtin mesazh. Çdo herë duhet sjellësh të njëjtin mesazh. Për mua është, do të thënë, emocionues fakti që mua ma besojnë ta kërcej këtë valle. Pastaj tek pjesa e realizimit të valles. Është një peshë që unë e marr si një besim shumë të madh nga të gjithë dhe kjo gjë më bën që unë ta kërcej vallen shpirtërore një herë, pastaj fizike. Çfarë duhet që ta kërcesh një valle të tillë? Është teknika më shumë, është shpirti, është përgjegjësia. Është shpirti, më shumë se sa përgjegjësia, është shpirti. Ajo të injekton momenti që ti e dëgjon atë vijell melodike, sa e fillon, ajo fillon dhe të vesh me ato emocionet e vetë Osman Takës, se duhet t'jesh pak Osman Tak në shpirt që të kërcesh të valle. Po beso, nuk janë disa gjëra që ndoshta me fjalë nuk e qenë dot të duhur për ta përshkruar. Unë kam kërcyer Osman Takën këtu shumë vite përpara dhe kam në njëjtin emocion si herën e parë.
të njëjtë dëshirë si herë. Ndërkohë që nuk plotësohet me element nga kërcimi i parë që i ke bërë tek kërcimi i 10 apo i 15. Është ajo që është. Ajo që është. Nuk shton ti element të tuat. Jo, sepse ne duhet ta ruajmë vallën ashtu siç është. Ashtu siç është. Ashtu siç është. Origjinaliteti dhe thjeshtësia e saj valle e bën atë të bukur dhe të veçantë. Nuk ka material koreografik. Atit ju fal jeta, nga që e kërceu këtë valle aq bukur, aq lehtë dhe aq shpirtërore. Historia është shumë domethënëse, vërtet. Kështu që origjinaliteti i saj dhe thjeshtësia e bëjnë atë që është. Pra duket sikur ti e ke një betim këtë, që do ta mbash mbi vete. Çdo herë që unë do të kem përgjegjësi për ta kërcyer, kjo do të jetë pak po e sigurt që unë do e ruaj origjinalitetin, historikun dhe do përcjell të njëjtin mesazh të asaj valle. Çfarë shikon Puerni kur spektatori hesht, publiku hesht dhe syt i ka vetëm tek ty? Ti çfarë shikon në skenë? Shiko, e preka dhe pak më parë që të kërcesh në një skenë ku sy e vesh janë të gjithë tek ty, përpiqe shumë që mesazhin e një kënge apo edhe të muzikëve instrumentale të cilat nuk kanë tekst, do t'i japësh atë emocionin e duhur. Dhe realisht nëse nuk emocionohesh vetë, nuk arrin që të emocionosh apo t'i japësh mesazhin te publiku. Ajo çfarë shikoj unë kur ngjitem në skenë është një përgjegjësi e madhe, të cilën dhe një mision shumë i rëndësishëm, të cilën do ta çoj deri në fund, duke marrë mbrapsh energjinë e publikut, duartërkitjet e publikut, buzëqeshjen e publikut dhe nga reagimet e tyre kuptoj nëse ja kam arritur qëllimin apo jo. Publiku është ai të cilin unë nuk do rresh kurse falenderuar, sepse duartërkitjet e tij, emocionet që marr mbrapsh nga ai, janë ato që mua më kanë rritur dhe profesionalisht, kështu që më bëjnë të eci akoma dhe më përpara. Kështu që është vetëm gjë që shikoj është një mision për të realizuar. Ndërkohë që prej fillimit e deri tani, ka bërë gabime në skenë Puerni, që i ka kaluar, i ka pikasur publiku? Nuk e di si mund të kalohen në një valle, në interpretimin e një valleje, se janë veprimet pak a shumë të sinkronizuara. Janë të sinkronizuara, po ndodhin edhe element të cilët janë të paparashikueshëm. Ka ndodhur të ty? Patjetër. I ke kaluar? Patjetër, sigurisht që po. Ndoshta mund të tikullon dhe për të qeshur, po kanë qenë të paktën 2 që më vinë në mendje. Në një skenë në Vlorë para disa vitesh, për shkak të rreshjeve të shiut u bë pak e lagësht skena dhe në një moment unë rrëshqjas edhe pije në skenë, por nga që një pjesë e valleve janë me ato kërcitet e mia të duarve në skenë, apo janë në gjunjë, apo janë edhe e bëra sikur e bëra vetë. Ndërkohë që gjunjët e mi ishin copë, por që unë lashtë të kuptoje që unë e bëra vetë. Edhe një tjetër që më vjen tani, për shkak të një mushkënje që më fut në sy, ndërkohë që unë performoja dhe isha totalisht i përqendruar, totalisht i fokusuar në valle, ai shikimi i rënd dhe i pozicionuar, dhe mua i prerë dhe me një pikë të caktuar, dhe mua pap një mizë në sy, dhe mua më desh që të mbyllja njërin sy dhe ta bëja gjithë pjesën tjetër të kërcimit me një sy. Sepse nuk reagoja dot në fytyrë për të shmangur, por që këto kanë qenë momente të sikletshme në skenë, që ka kaluar mirë. Që kalojnë, patjetër. Besoj edhe publiku mund të ketë kuptuar diçka, por që e ka neglizhuar sepse vallja nuk është ndërprerë, gjërat nuk janë shkëputur, kështu që. A ka një moment, një reagim të publikut që ti nuk do ta harrosh kurrë? Janë shumë.
kemi qenë në Oda di Brane, në një konkurs, festival. Jam cilësuar valltari më i mirë i festivalit, kemi marrë çmimin e parë, dhe gjatë performancës, kënga që performoja ishte Vaj e Mall për Çamarin. Gjithë njerëzit të emocionuar, është një këngë të cilën unë e përjetoj shumë kur e kërcej, sepse dhe teksti i saj është shumë domethënës, edhe të gjithë ishin gati në lot, ku përmëston në lot një pjesë e mirë e tyre, edhe mbyllja sipas fjalëve ishte bashku her një ditë, dhe në një material timin unë i thras të gjithë trupën e valltarëve, të cilët nga ajo hapja njerëzit le të ndahen, por bashku her një ditë, ata u hapën dhe gjithë skenën, edhe unë i thrita dhe u bashkuam të gjithë në një. Përfundimi i kësaj lëvizje mund të kenë qenë pjesëmarrës në skenë diku dhe 400 persona. Sa po u bë lëvizja finale, janë ngritur të gjithë salla në këmbë. Dhe përshëndetja e fundit e trupës pasi ka kryer performancën, ka qenë me një entuziazëm të jashtëzakonshëm, një emocion i jashtëzakonshëm. Jam prekur sepse nuk e prisja që Dibra krajinë e Çamërisë ta priste kështu, vallën e Çamit ta priste kështu, edhe për mua ishte befasuese dhe shumë emocionuese që të shikoja 400 veta në këmbë, të cilit kishin marrë atë mesazh që ne ishim organizuar për ta dhënë, dhe u prekën nga kjo gjë. Ka një tekst fantastik, ka një lëvizje fantastike, ka një grup fantastik, dhe kjo gjë më ka ngelur në mendje. Dhe lidhur me këtë, momenti i ndarjes çmimeve, kur juria u tërhoq për vendimin dhe u dha çmimi i tretë dhe çmimi i dytë, dhe ishte vetëm për të dhënë çmimi i parë, e gjithë publiku përtiste Vlora, 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 edhe juria nuk e tha fare versionin e saj, tha, okay, tha, meqense se ju jeni dakord bashkë me ne, çmimin e parë e marr Vlora. Edhe jemi ngjitur në skenë, edhe ka qenë brenda një skene ka qenë dy momente shumë të rëndësishme dhe shumë të bukura që bëjmë përveç çmimit si një gjë vlerësimi, por ajo që i ka mëshuar gjatë gjithë intervistës ka qenë publiku me duatrokitën e emocionit që ne marrim mbrapsh. Këtë ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm që nuk do ta harroj asnjëherë. Po, publiku reagon në format e tij, kryesisht është duartrokitja, por është dhe heshtja. Si i vlerëson ti këto? Pra, publiku reagon me duartrokitje, publiku reagon me heshtje, si ndihet Pueni midis heshtjes dhe duartrokitjes? Edhe heshtja ka atë të bukur dhe atë gjën e veçantë të saj, sepse heshtja tregon që pritshmëritë janë të mëdha dhe ata janë duke pritur akoma dhe më shumë ty. Edhe nëse ndodh që publiku nuk reagon për atë që ti ke realizuar në skenë, kjo është një shtysë shumë e mirë për çdo artist i cili duhet t'i japi kurajo, duhet t'i japi energjinë që duhet të punojë dhe që mesazhi dhe ajo që ai duhet të jetë në skenë duhet të marrë mbrapsh nga publiku. Kështu që duhet të përpiqet shumë që heshtja e publikut të ekzistojë, por jo e pafundme. Se krijon dhe atë suspansën heshtja dhe është e bukur kur krijohet ajo. Por jo që të hesht gjithmonë, se pastaj kthehet në të kundërtën. Nëse është vetëm heshtje. Edhe nëse ndodh, çdo artist, çdo valltar për më tepër, duhet të përgatitet për këtë gjë, sepse duhet të organizohet që të marrë në përfundim të heshtjes të marrë duartrokitjes, patjetër. Sepse duhet lënë hapësira dhe kësaj. Një valltar është shpesh i vetëm edhe kur duartrokitet. Është i vetëm valltari? Artisti valltar? I vetëm. Domethënë, e ndjen veten të vetmuar? Asnjëherë. Personalisht jo. Nëse do flasim për... Sepse një artist, një valltar ka me vete një mal me kujtime.
një mal me duatorkitje, një mal me buzëqeshje, një mal me lëvizje dhe me mendime, të cilat ai ka gjithkohës të aktivizuara, se si mund të realizojë, se si mund të vazhdojë përpara pjesën artistike të tij. Kështu që asnjëherë nuk mund të jetë vetëm një valltar, një artist, dhe për më tepër një valltar dhe një artist dhe një familjar, ku kohën bosh ose hapësirën që ka, ai gjen dhe kalon me familjen edhe sidomos në rastin tim që kam edhe 2 vajza që e plotsoj me ato. Patjetër si edhe nga profesioni, në shtëpinë time nuk mbaron muzika asnjëherë, edhe në ditët e mia pushim, muzika është që në mëngjes, të zgjohemi dhe vendosim muzikën dhe kjo na jep atë energjinë e duhur për të nisur një ditë të këndshme. Është popullore apo e çdolojshme? Në 80% të rasteve është popullore. Është popullore. Kemi mamin e shtëpisë që me ndryshon në një rrymat, por që baza është popullore. Sepse dhe vajzat e mia janë të lidhura shumë me profesionin tim edhe ato e përqenë shumë kërcimin popullor, valle popullore dhe ato kanë zgjedhjen e parë kërcimin popullor. Me thënë, jo vetëm ajo që është 4 vjeç, po dhe me vogla që është 1 vjeç. Sa, 1 vjeç. Dhe ajo besoj do i futet rrugës së Valles. Shpresoj shumë. Unë do t'i kem, do bëj detyrën time që t'ja injektoj pak të gjë, sepse por ato e di vetë, kur të rriten do të bëjnë zgjedhjen e tyre, por që te vajzat e madhe kam pak më shumë besim, sepse është pak më e dhënë me këtë. Megjithatë, rrezik gjastat janë që të bëjnë një dinasti Bajrami në Vlorë, e Valles Çame, e Valles popullore. Sepse dhe ju keni vllajin, Eluertin apo jo? Po. Eluerti tani nuk kërcen më, po keni kërcyer bashkë apo jo? Sigurisht për shumë vite, madje ne na njohim si vëllezër Çam të Vlorës, jo se nuk kërcen më, ai u largua për në Itali për në një periudhë të vështirë që ne as ne nuk e dinim se si do shkonte në periudhën e Covidit. Profesioni jonë ishte nga profesionet që u mbylli pari dhe u hapi fundit, duke qenë se ne kontaktin me njëri tjetrin, 2 persona kur kërcej normalisht nuk e shmangin dot. Dhe si profesion u mbylli pari dhe u hapi fundit. Në këtë periudhë ishte një mundësi e mirë për dokumentacion italian që ai ka sot. Dhe qëndroi atje. Dhe u shkëput për moment. Por nuk është shkëputur totalisht sepse ai vjen shpesh për koncerte të mëdha, për aktivitete të rëndësishme. Jeni të dy pra? Patjetër. Por në familjen e vllajt ka trashëgimtar që pëlqejnë ballën si vajza juaj? Sigurisht. Jo sa vajza ime, sepse ata kanë një kulturë dhe një edukat tjetër. Ai ka djem apo vajza? 2 djem. Ai ka 2 djem, unë 2 vajza. Por që ne e kemi traditë të jo që sa herë mblidhemi, sa herë organizohemi, ne kërcejmë valle shqiptare, edhe nuk do, ai do shkoj prapë në themel, se nuk ka si bën ndryshe. Sigurisht. Kur bie perdja, mbyllet skena, salla boshohet, kujt i drejtohet Pueni? Fiken dhe dritat në një performancë. Këto janë ato, i drejtohem gjithmonë arsyes që kam për të ngjitur dhe një herë tjetër në skenë. I drejtohem gjithmonë Puenit, i drejtohem gjithmonë Puenit si valltar, i drejtohem Puenit si baba. Pas çdo fikje dritash në skenë, unë gjithmonë e kam ritual që duhet falenderoj të gjithë ata që kanë qenë pjesë e skenës bashkë me mua. Kjo është një nga ritualet e mia të përhershme. Edhe siç e thash, arsyes që më bën që të jem edhe një herë tjetër në skenë. Kështu që përveç ritualeve që kam, falenderimin ndaj trupës, ndaj çdo personi të cilët kanë ndarë skenën me mua, një përqafimi me vajzën që e kam si motiv tani, por që vetes dhe arsyes është
domosdoshme për t'i dhënë kurajo, për t'i dhënë arsye për t'u ngjitur dhe për t'u rigjitur përsëri në skenë. Fëmijëve tuaj e shoh që ja keni injektuar dëshirën për vallen popullore. Por nëse të ndjek një fëmijë çam në një performancë, çfarë mesazhi do t'i përcjelli atij fëmije? Sa valle të bukur që kemi. Eja dhe ti. Je i mirë pritur dhe mos e humb mundësinë për të bërë këtë që bëj unë. Domethënë, këtë rreshta ja kam, po të ke mundësi të shkruaj këtu, do të shkruaj në ballë. Edhe jo vetëm një çami. Edhe një lati. Folëm për vallën çame. Po, patjetër. Por për më tepër një çami. Patjetër. Shko sa valle të bukur që ke. Po, i përmendëm pak më parë edhe interesin, talentin e të rinjve dhe interesin e tyre. Si është peshorja? Interes, talent. Ka shumë talent dhe ka pak interes. Vjen për shumë arsye, disa ne edhe i përmendëm, por që unë punoj me të rinj në shkolla në qytetin e Vlorës dhe në kopshte, flas për brezat që janë dhe pak më të vegjël. Më ndodh shpesh që lodhem më pak se nga viti në vit lodhem më pak për të shpjeguar, sepse jam pak më thithës, jam pak më të brezi është pak më i vëmendshëm, i kapin gjërat më shpejt dhe unë lodhem më pak nga kjo pjesë. Dhe detyrimisht vallja nuk zgjat më një javë, po zgjat 3 ditë. Kjo tregon që ka një farë talenti në grup. Por pse nuk e vazhdoj? Ka dhe dëshirën, po mungon interesi, sepse shojnë mungesë tregu i punës etj. Cila është detyra jonë? Detyra juaj, detyra ime, detyra jonë. Ti evidentojmë këta talente. Tu japim një linjë se ku duhet ta ndjekin këtë talent. Dhe duhet promovuar se një prind me gjithë drejtën e botës thotë, "Ok, po ka talent fëmijë, po ku ta çoj?" Në një grup kërcimi, sa aktivitete bën? 0. Sa aktivitete bën Vlora sot? Shumë pak. Janë të mjaftueshme? Shumë pak. Nuk mjaftojnë që kaq aktivitete të janë të kënaqshme për fëmijët, të janë të kënaqshme për ne shumë pak aktivitete më vijnë tani në mendje për fëmijët. Mund të jenë private, por të organizuara, të kenë bashkëpunimin e të gjithë trupës. Ndoshta nga që jam pak dhe i shkëputur, nuk kam informacion të saktë që të them numrin e aktiviteteve, por në dijenin time jam pak. Gjithsesi le të jetë kjo dhe një thirrje institucioneve të kulturës. Do më vjen mirë që institucionet e kulturës ta kenë primare këtë gjë. Unë kam qenë një thirrës shumë i mirë i kësaj gjëje, i vazhdueshëm i kësaj gjëje, madje edhe në intervistat e mëparshme bashkë, unë e kam theksuar që ka nevojë për këtë gjë, sepse isha i ri, adoleshent, drejtues i një grupi, sot jam edhe këto që sapo thash, po dhe baba, edhe më vjen mirë dhe një prind do më të mirë për fëmijën e tij dhe ku e ka ajo talentin. Fëmia im 4 vjeç sot shkon në 3-4 lloj kursesh për të argëtuar, për të dhe e ndjej vetë mirë. Pastaj ta shoh veten ku të jetë më e plot. Por që duhen angazhuar fëmijët dhe për më tepër fëmijët që ka talent. Dhe unë do sugjeroja që pse jo një strukturë me fill të kishte një mbikëqyrje dhe zbulim në talenteve të rinj. Po, pas 10 vitesh, sot je 33, je në moshën e Krishtit, është moshë e bukur. Pas 10 vitesh, ku e sheh veten? E sheh artist, e sheh mësimdhënës, e sheh zyrtar shteti, ka ndonjë ëndër të paralizuar se më herët në zgjedhjet e kaluara të pam që kishte edhe një ambicie për kryetar bashkie. Kisha një ambicie për kryetar bashkie. Mund ta bëje ti, mund ta realizoje me gjitha këto që ke folur vetëm për artin këtu, ke folur vetëm për valle, ke folur vetëm për traditën e bukur, çame popullore tradicionale. Mund ta bëje ti një kryetar bashkie? Po pse mos ta bëjo një kryetar bashkie kur një artist bën shtetin shqiptar? Çfarë i duhej? Çfarë të duhej ty për të bërë kryetar bashkie?
Shiko, unë tërhoqa për arsye të ndryshme, por që nga një garë për atë post, por që unë do thoja që nuk më mungon gjë për mos ta bërë një post të tillë. Por tek pyetja që më bëhet që ku e shikoj veten, kur mos thuaj kur, asnjëherë nuk i dihet se si të merr jeta jetës, por që gjithmonë do kem në planet e mia sot janë një artist mësues. Boshti, ky është Boshti. Artist mësues. Më thënë që dhe nëse nuk jep biologji, je tek arti i vallës tradicionale, shumë e bukur. Për 10 vjet mund të jetë kjo gjë, por që asnjëherë nuk i dihet, ndoshta unë kam fatin dhe mundësinë që të jem në një post dhe një përgjegjësie si kjo. Iniciativa që mora ishte vërtet e guximshme. Ndonjëherë Zoti i bën gjërat në kohën e duhur dhe ndoshta ai momenti nuk ishte i duhuri për mua dhe prandaj pra po thuaj që i një vetes aktin e përgjegjësisë, të përkushtimit apo jo? Sigurisht që po. Ja një vetes. Shko, disiplina e një artisti është shumë e madhe. Dhe unë mendoj se një artist për shkak të karrierës të tij formohet si njeri dhe si karakter, edhe ashtu siç ne kur futemi në një garë, duam që patjetër të marrim një pozicion të mirë, duam që të japim një mesazh të mirë, duam që ajo vallja të japi atë performancën e duhur, sinkronizimi, lëvizjet, ashtu siç janë në skenë, edhe në jetën e përditshme secili është pak artist me vete. Kështu që them pse jo. Pra merr angazhime dhe i realizon. Për t'i Kjo është gjëja. Nëse ta përmbledhje jetën tënde, nuk të ndahemi nga vallja. Nëse ta përmbledhje jetën tënde me një valle, cila do të ishte ajo? Edhe pse? Atëherë, nëse do ta përmbledhja mund të ishte një kolazh se sa një valle. Jo një. Mund të ishte një kolazh sepse jeta ime, siç të thash, ka pasur ato ulljet e ngritjet e veta, kam bërë punëra të ndryshme, po baza ka qëndruar gjithkohës tek vallja. Por që mund të them ishte një kolazh vallesh, të cilat do përfundonte, ndoshta do them vetëm vallën e fundit, do përfundonte me Kapedanin. Valle Kapedanit është një valle që tregon atë është valle Çame. Apo jo? Po, me origjinë, valle Çame, por që tregon virtytet e një burri, karakterin e tij të fortë dhe që nuk kurrëzohet asnjëherë. Por që do ishte vjushmëria e disa këngëve edhe të mbyllej. E kolazhit e kuptova. Nëse vallja do të ishte fjala jote e fundit, vallja do të ishte fjala jote e fundit, cila do të ishte ajo? Vallja të ishte e fundit. Cila valle do ishte? Cila do të ishte? Do të ishte hajde more Osman Taka, hajde. Hajde Osman Taka, nuk prisja ndryshe. Më pëlqen shumë që të mbyll, domethënë, gjithë ciklin e intervistës për atë profesionin tënd kaq të bukur me vargjet e Kadares. Është shumë e bukur. Edhe unë e di që dhe ti e ke lexuar, valle shqiptare, shenja në erë, ylbere tirqesh, tej e të hu. Kush ju kërceu ju një herë dhe këmbët të robë, si mbetën tek ju. Dhe ti si mund të largohesh ti nga vallja? Nuk largohesh. Absolutisht. As vallja nga unë. Atëre, shkojmë tek 3 thënjet që unë gjithmonë i marr për çdo personazh, për çdo të ftuar në studio, i komentojmë dhe ku e gjen personazhi veten. Thënia e parë, njeriu rritet jo kur fiton gjithçka, por kur humb dhe prapë ecën. Njeriu pengesat dhe vështirësitë e bëjnë një mod të ecë përpara. E bëjnë më të fortë, e bëjnë më misionar dhe për më tepër e bëjnë më të realizuar. E vërtet. Fjala e mirë hap dyer që forca nuk i hap. Jeti te fjala e mirë? Sigurisht. Një pjesë e madhe e njerëzve jam pak kritikues, por gjithmonë për mirë, për të mirën e një gjëje, për të mirën e maksimumin e një gjëje. Por sigurisht fjala e mirë
hap dyer që nuk i hap forca. Atë që ne bëmë sot, thonë fjalë të mira për artin, shpresoj që të hapen disa dyer dhe të dëgjojnë disa vesh. Të na dëgjojnë. Kur mos thuaj, nuk mundem, thuaj gjithmonë, do provoj. Kjo është një gjë që mua kam iden që e kishe se gjatë gjithë fjalës pa ditur se çdo të thosha ti e ke thënë. Më karakterizon. Asnjëherë nuk duhet të thuash nuk mundem. Asnjëherë nuk mund të thuash nuk e bëj dot. Gjithmonë duhet të provosh. Gjithmonë duhet të tentosh, sepse nga gjithë ajo të paktën edhe nëse deli humbur, do marrësh një mësim. Kështu që ajo është një fitim i madh. I gëtes. Unë të falenderoj Puen Bajrami. Është gjithmonë kënaqësi të flas me ty, me djalin e mrekullueshëm Çam, me djalin që tani e ka thuajse e ka shënjuar historinë e vallës tradicionale Çame në Vlorë dhe në Shqipëri. Faleminderit edhe një herë. Nuk e di se sa falenderues të jam unë që më jep gjithmonë mundësira të tilla të shpalosim mendime, të japim mesazhe, patjetër. Jam shumë i nderuar dhe shumë i respektuar dhe për ju personalisht, por dhe për televizionin tuaj. Do doja që në një moment tjetër të kishim vajzën, të kishim vllajën tuaj, do doja në një moment tjetër. Me shumë kënaqësi. Faleminderit. Shumë faleminderit juve. Të nderuar shikues, ky ishte Atlasi njerëzor, i cili sot ishte tek historia e suksesit e Puen Bajramit, djalit që prej më shumë se një dekade sjell vallën tradicionale shqiptare, vallën Çame, dhe pse jo, vallën e Osman Takës. Faleminderit që na ndoqët. Miropafshim në emisionin e radhës.